Në një fshat të vogël mes maleve, ku rejt shpesh flinin mbi qatit, me tjegullat kuqe dhe kuqetësia e natës, dëgjoi më fort se zhurma e ditës, jetonin dy fëmijë të veçantë, Ela dhe Arbi. Ela ishte një vajzë me flok kaçurela, si dritat e diellit kur zbresin mbi fushat e grurit. Ajo ishte kurioze e zgjuar dhe gjithmonë me një fletore të vogël ku shkruante ëndrat që shihte. Arbi, nga ana tjetër, ishte një djalë trim, paksa i turpshëm, por me një zemër të madhe që rrihte fort për gjithçka të drejtë. Ata ishin miq më të mirë. Çdo mëngjes takoheshin tek pema e madhe e lisit në mes të fshatit. Ajo pemë quhej Lisi i urimeve, sepse legjenda thoshte se çdo 100 vjet ai lëshonte një gjethe që mund të plotësonte një dëshirë të vetme. A mendon se këtë vit është ai i 100-ti? Pyeti Ela, një mëngjes teksa rrinte mbi rrënjët e trasha të lisit. Nuk e di, por ndjej që diçka do të ndodh, u përgjigj Arbi, dhe shikoi majat e pemës që lëkundeshin lehtë nga era. Në fshat gjithçka ishte e zakonshme. Bagtit, fermerët, tregu i vogël dhe zhurma e zogjve. Por në malet që rrethonin fshatin, kishte shumë gjëra që njerëzit nuk i flisnin. Ata i quanin sekretet e mjegullës. Thuaj se përtej atyre maleve kishte një vend të fshetë, ku as harta nuk të ndihmonin dot, e ku kohët rrithnin ndryshe. Një natë, teksa bënte shumë erë dhe qielli ishte i mbushur me re të zeza, Ela pa një ëndër të çuditshme. Ajo pa një portë të madhe guri, të mbuluar me bar dhe gjeth, që hapej në mes të një shpelle, në malin më të largët, dhe një zë i thellë i tha: kur gjethet të bien, dera do të hapet, vetëm zemra e pastër do ta gjejë çelësin. Të nesërmen, ajo ja tregoi ëndrrën Arbit. Ai nuk qeshi, përkundrazi fytyra e tij u bë serioze. Kam parë të njëjtën portë në një ëndër para një jave dhe po i njëjti zë, më foli. Ata e kuptuan se kjo nuk ishte thjesht një rastësi. Çdo ditë që kalonte era në fshat, bëhej më e fortë. Gjethet filluan të binin më shpejt se zakonisht, dhe lisit të urimeve i mungonin disa degë si të ishin prerë me dorë njerëzore. Ne duhet të shkojmë, të zbulojmë çfarë fshihet përtej maleve, tha Ela me vendosmëri. Po nëse është e rrezikshme, atëherë do të jemi të dy bashkë, dhe ashtu filloi aventura më e pabesueshme që fshati ndonjëherë kishte parë. Dy fëmijët, me një hartë të vjetër që gjetën në bibliotekën e gjyshit të Arbit, një shport me bukë dhe mollë, dhe një amulet të vjetër që i dhuroi gjyshja e Elës, u nisën në rrugën drejt malit të mjegullës. Era frynte si të donte të ndalonte çdo hap të tyre. Rret e dendura lëviznin mbi majat e maleve, ndërsa drita e diellit herë fshihej e herë, duke si një sy i fshehur pas perdes. Ela dhe Arbi po ngjiteshin në shtigjet e ngushta të malit, duke ndjekur një shtek të mbuluar me gjethe lagështa dhe deg të përkulura. Në dorë Arbi mbante hartën që dridhej nga era, ndërsa Ela mbante fort amuletën që kishte marrë nga gjyshja. Visepun mbi kurish, dhe kuan shpeshumësh, ashtu, tur. Kjo rrugë nuk është në hartë, tha Arbi, duke vëzhguar një kthes të ngushtë që nuk përputhej me udhëzimet, po ndoshta ky është një shtek sekret. Nuk është e thënë që gjërat e vërteta të jenë gjithmonë në letra, ja ktheu Ela me një buzëqeshje të lehtë. Shtegu i çoi në një lugin të fshehur, të rrethuar me pemë të mëdha që dukeshin sikur përshpërisnin me njëra tjetrën. Në qendër të luginës ishte një liçen i vogël, por shumë i çuditshëm. Në vend të ujit blu, ai reflektonte një dritë të artë dhe mbi të fluturonin zogj me pendë ngjyrë vjollce. A është ky magji? Pyeti Arbi. Ela u përkul dhe preku sipërfaqen e liçenit me dorën e saj. Uji ishte i ngrohtë dhe në xhapreku, një imazh u shfaq në mes të liçenit. Ishte një kështjellë e madhe me një kupol të artë e rrethuar me një pyll të zi. Është kështjella që kam parë në ëndrrën time, thiri ajo. Dhe shiko, derguri është aty. Papritur një zë i butë rri nga pemët. Ju nuk mund të kaloni më tej pa dhënë një përgjigje. Ata u kthyen dhe pa një figurë të mbuluar me një mantel të bardhë, me fytyrë të mbuluar nga një kapuç. Zëri i tij ishte si fshfërima e erës në përbar. Kush jeni ju? Pyeti Arbi, me zë të sigurt. Unë jam mbrojtari i luginës së kujtimeve. Vetëm ata që guxojnë të kujtojnë të vërtetën e zemrës së tyre mund të kalojnë. Çfarë do thotë kjo? Pyeti Ela. Duhet të zgjidhni një nga kujtimet tuaja më të thella dhe ta ndani me njëri tjetrin. Vetëm kështu liçeni do t'ju hapë rrugën për përtej. Ata ishtën për një moment. Ishte e vështirë të ndajej diçka, ai thell. Por pas një pauze, Arbi foli. Kur isha më i vogël, kam pasur shumë frikë nga errësira. Mendoja se dreqër fshihishin në shtrat, por ti, Ela, më ke mësuar të mendoj për dritën, jo për errësirën. Ela qeshi lehtë, pastaj u zbut dhe tha: "Dhe un kam një kujtim. Kur u ndava nga mamaja për herë të parë në shkollë, isha shumë e trishtuar, por ti më premtove se do të më prisje çdo ditë poshtë lisit, dhe mbajte fjalën çdo ditë. Menjëherë pas këtyre fjalëve,
liçeni filloi të shkëlqente fort. Një ure art u ngrit mbi sipërfaqen e ujit dhe figura me mantel u zhduk, duke thënë: "Zemrat që kujtojnë, zemrat që guxojnë." Ela dhe Arbi e kaluan urën dhe hynë në një pyll të dendur që nuk në. Porta e madhe qëndronte e heshtur, si të kishte pritur me shekuj. Rënjit që mbulonin pulsonin, një dritë të lehtë të gjelbër, si të ishin të gjalla. Ela u afrua dhe vendosi amuletën mbi simbolin e yllit me 7 cepa. Një dritë e bardhë shpërtheu nga porta dhe ajo nisi të dridhej, por nuk u hap. Në vend të saj një zejl, shumë i qartë se më parë, u dëgjua. Në ajër, vetëm kur Chelsea të bëhet një me zemrën, porta do të hapet. Ela dhe Arbi u kthyen nga njëri tjetri. Ata kuptuan se Chelsea nuk ishte fizik, nuk ishte në dorë, ishte në brendësi të tyre. Ela mbylli syt dhe vendosi dorën mbi zemrën e saj. Unë dua ta hap këtë derë, jo për kuriozitet, por sepse ndjej që diçka e rëndësishme na pret për te, jo për veten time, por për të gjithë ata që kanë harruar të ëndrojnë. Arbi u bashkua me të dhe vendosi dorën e tij mbi të sajën, dhe unë dua ta hap për të mos harruar më kurrë atë që është e mirë, e drejtë dhe e vërtet. Drita rreth portës u bë më e ndritshme. Simboli nisi të rrotulloi ngadalë si një yll që kërkonte vendin e vet në qiell, dhe me një zhurmë të lehtë porta u hap. Përtej saj nuk ishte një kështjellë e errët siç prisnin, por një fushë pafundme me lule që shkëlqenin në dritë art. Në ajër kishte një muzikë të lehtë, si zëri i 1000 fëmijëve që qeshnin. Në mes të asaj fushë qëndronte një pemë shumë e ngjashme, me lisin e urimeve, por kjo ishte shumë më e madhe, me dek që ngjiteshin deri në re. Aty në hijen e saj, një grua plak i priste. Ajo kishte sy të mençur, të thellë dhe duar që dukeshin si rrënjë peme. "Mirë se erdhët, fëmijë të guximshëm," tha ajo. "Ju keni kaluar 3 portat, kujtimin, guximin dhe zemrën. Ju keni mbajtur të gjallë fuqinë më të madhe që ekziston, besimin në të mirën." Ela dhe Arbi u afruan rreshtja. "Po çfarë është ky vend?" pyeti Ela. "Ky është kopshti i kujtesës," u përgjigj plaka. "Është vendi ku ruhen ëndrat, ndjenjat dhe kujtimet e të gjithë fëmijëve që ndalen së besuari, kur njerëzit rriten dhe harrojnë fëmijërinë e tyre, gjërat e bukura si njësia, imagjinata dhe guximi mblidhen këtu. Ju keni ardhur për t'i zgjuar, dhe si mund t'i zgjojmë?" pyeti Arbi. Plaka nxori një deg të artë nga pema dhe u dha. "Merreni këtë deg dhe ktheuni në fshat, kur ta mbillni pranë lisit të urimeve, ajo do të lurzojë dhe do të përhap ndjesinë që keni gjetur këtu shpresën." Rikthimi Ela dhe Arbi u dhëtuan sërish përmes pyllit të ngjyrave, kaluan urën mbi liçenin e artë dhe përshëndetën për herë të fundit luginën e kujtimeve. Kur arritën në fshat, gjithçka dukej si më parë. Por ata e dinin se gjithçka kishte ndryshuar. Ata mbollën degën si të urimeve, në qas nga toka u rit një pemë me lule që ndriçonin errësirë. Fëmijët e fshatit e nisën të mblidheshin përreth, duke ndjerë një gëzim të veçantë të paemërtueshëm në zemrat e tyre. Që nga ajo ditë, çdo fëmijë që i afrohej pemës, ndjente një nxitje për të ndëruar, për të besuar dhe për të guxuar. Ela dhe Arbi, edhe pse u ritën, nuk harruan kurrë atë që gjetën përtej mjegullës.